Ministri i Jashtëm Tim Çomucunski porositi partnerët e koalicionit që të fokusohen më shumë te kualiteti se sa te kuantiteti. Referuar ndryshimeve që pritet të ndodhin në disa poste qeveritare, Mucunski u shpreh se nuk bëhet fjalë për numrat e vendeve të koalicionit qeveritar, por bëhet fjalë për kapacitetin e individëve, njohuritë e tyre, përvojat e tyre dhe se si do të kontribuojnë në institucionet që duan t'ju udhëheqin. Me partnerët qeveritar theksoi se kanë komunikim të vazhdueshëm, i cili do të vazhdojë edhe periudhën në vijim me të gjithë partnerët e koalicionit. Ai mendon se këto dakordime duhet të bëhen mes partnerëve dhe jo në media. Me respekt të madh ndaj juve mediave dhe nuk dua që të më keq kuptoni, për këto janë çështje që duhet t'i dakordojmë fillimisht mes vete e pastaj t'i publikojmë. Kështu ndërtohet besimi kur funksionon si një ekip, si një njësi kolektive që punon për të arritur sukses, duke marrë parasysh funksionimin e këtij koalicioni në periudhën një vit e gjysmë. Unë jam i bindur se në ditët në vijim do të arrihet marrëveshje, e cila do të dedikohet para së gjithësh rritjes së efikasitetit të qeverisë. Një ditë më parë, zëvendës kryeministri Arben Fetaj tha se tema e diskutimit me kryeministrin do të jetë propozimi që posti i zëvendës kryeministrit t'i kalojë Bekim Salit të Alternativës, kurse pozita e ministrit ambientit qendror dhe planifikimit hapësinor të vazhdojë të udhëhiqet nga kuadri i Lëvizjes Demokratike. Kurse kryeministri Kristian Mickoski para disa ditë lidhur me këtë çështje, u shpreh se VMRO DPMNE si partia politike më e madhe në vend, mandatari së cilës është ai, fjalën e fundit do ta thotë vetë ai.